zgjidheni. Nuk ma do mendja që shkoj ka, do më fa një sinjal të mirë dha Meçi që nuk e pas kemi gjatë kryeministër Rama. Se do jetë porti paqes. Se do shkoja ne, do bëti madha ne dhe do na iki që këtu. Që se ndodh kjo do jetë gjë e mirë, pozitive do jetë. Rama ka të njëjtin problem që ka dhe Berisha. Ajo që vetëm një diçka duhet të theksoj këtu. Gjithmonë analizohet puna e SPAK-ut, se sa punë ka bërë, sa qa vlerësimi ka, si pritet në opinionin publik. Diçka duhet të theksu që SPAK-u nuk është se ka pas një objektiv konkret për të realizu. Dhe kur je pa objektiv konkret, që protestat. Kjo është protesta që e të rresin për të bëshurëm, jo me objektiv me vërtet për të rëthur Ramën. Se nuk e ke ndorë ti me protest objektivin për të rëthur Ramën, vese nëse ka pa armën dhe rëzën me armë. Kjo nuk ndodh atër, kjo nuk ndodh, atër nuk ndodh do të kjo. Pas ndodh kjo se së rikthehen kohët mbrapsh. Dhe ajo çfarë më shqetëson edhe nuk merret në analiza, është fakti që ky SPAK, dakord që po i godet gjithë të sistem. Se ky është një sistem që përdhon para, nuk është një individ, nuk është Rama Berisha, po është gjithë sistemi, ku janë ndërlidhur biznese, organizata e tjerë me radhë. Fakti që pastruan ka shumë para, pak me shifrat e ndërkombëtarëve. Dhe fakti që këtu SPAK arrin për një periudhë 8 vjeçare dhe thotë i kemi konfisku 50 deri në 100 milion, është si 100 lekë që janë në gjës që ja leun kamarierit. Pra çfarë do të thotë? Në qoftë se ti të paktën ke strategji. Domthonë, problemi i analizës SPAK-ut është, a ka strategji ajo? Dhe mungesa e strategjisë, domthonë në mënyrë diskrete dhe sporadike të luftosh është pa rezultat. Strategjia fillon dhe shihet kur ti fillon dhe ju ndërpret të ardhurat këtyre. Sepse pas Ramës dhe strategjia është e hershme kjo që ti follow the money. Kur mori votat kryetari i SPAK-ut e prezantoi strategjinë. Problemi është i tillë, goditja e forcës këtyre ekonomike, sepse në underground to kanë një fuqi ekonomike të papar, që arrin të bëjnë ka shumë gjëra, kanë fuqi ekonomike të papar. Fakti që nuk fokusohen as analizat, as goditet, as investigimet, vëlla këto politikanë që i çojnë në fshore paret, ai njeh kush. Ose ai çojnë njerëz, zbulojnë ai çojnë. Po çojnë, disa politikanë ka të ndjekur për ofshore-t. Një. E diçka u ka thënë në 35 vjet histori, po të garantojmë që një pjesë e madhe e politikanëve kanë lekë në ofshore, dhe vetëm një që nuk ja bëjnë emrin e ditur, nuk e di se kush është ky, një politikan është kap në ofshore dhe po ndiqet. Po një, vetëm një. Tashi, po të shofër sa lek futen nga offshore-t këtu çdo vit që s'bën as opozita, nuk bën as analistat, as gazeta, as kush, sepse kur s'bën, më shumë rolin e opozitës e ka lut media bu. Berisha edhe çështjet që ngre PD-ja gjithmonë ngre masi i bën publike media. Dhe kur e bën publike media e detyruar ti se opozitë ngre zëri. Ky problemi i çështjeve ekonomike. Dhe kur them nuk ka strategji, se SPAK-u, kur e sheshe që ndodh me këtë sistem që prodhon ka shumë para të pista, dhe i fut në ekonomi, se i shohim me kullat dhe me gjithë shka që shohim për rreth, ose me kompanit Guackë, janë aq shumë që pastrojnë para kompanit Guackë, po të shkosh të kap një çoban, një pastrus, kap edhe një pastrus, shpjev, kap kështu bordet ose një elektricist. Për një elektricist. Atë s'din firmosin, po edhe elektricist firmosin ato. Lobistët e elektricistë. Po, vetëm CEO, vetëm drejtuesi i kompanisë Guackë është në rregull aty. Ato që firmosin bordin, ato janë gjithë njerëz që s'din firmosin dhe po ti futesh kësaj, ti duhet të fillosh nga drejtori, guvernatori i bankës, bankat e nivelit 2. Fakti që 8 vjet këta nuk ja cingrojnë derës për tira dang, kësa derës bankave të nivelit 2, që po të themun, po të futesh brenda këtyre, të merrosh, dhe ndoshta ka frikë SPAK-u që po të hapi dyrët e bankave të nivelit 2, do ta thënë e zë gjithë